E zëvë se këto dy magnet janë dy protone. Protonet shtyhen nga njëri tjetri sepse kanë të njëjtën ngarkesë elektrike, sipas forcës elektromagnetike. Nëse ne afrojmë këto dy protone, forca e këtyre shtytse rritet gjithmonë më shumë në formë eksponenciale. Nëse ne i afrojmë këto dy protone shumë afër me njëri tjetrin, deri aty sa këto hyjnë në zonat e tyre bërthamore, në distanca prej 1 rdhjetë fuqi të -15 metrit, atëherë forcat bërthamore dominojnë. Këto dy protone kur afrohen me njëri tjetrin, shtyhen me një forcë prej 230 newtonësh. Kjo forcë është e barabartë me ushtrimin e një peshe prej 23 kg. Dhe duke qenë se forca bërthamore e kundërshton këtë peshë dhe duke ditur që forca bërthamore është 100 herë më e fuqishme se forca elektromagnetike në këto distanca, në këto përmasa kaq të vogla, atëherë mund të themi që forca bërthamore i shtyp këto protone me një peshë prej 2.3 tonësh. Pra, bëhet fjalë që brenda një atomi vetëm për 2 protone kemi forca dhe pesha të rendit të disa tonëve. Këtu shohim edhe një herë për energjinë gjigande që përmbahet brenda atomit, kryesisht brenda bërthamës së tij, gjithmonë duke pasur parasysh formulën e Mc².